do të fokusohemi tek temat të cilën do ta shtjellojmë. Mediat amerikane janë të gjitha të përfshira nga një ngjarje, nga një atentat që ndodhi në një hotel ku presidenti amerikan Donald Trump kishte thirrur të gjithë gazetarët, korrespondentët që mbulojnë zhvillimet e shtëpisë së bardhë. Për këtë temë kam kënaqësinë të kem në studio profesorin Xhavat Çal, ekspert Xhavit Çal ndjes, ekspert sigurie, ndjes edhe për pritjen, por ngjarjet e fundit gjithmonë marrin edhe vëmendjen tonë, dhe gjithashtu kolegun tim, gazetarin që mbulon zhvillimet ndërkombëtare, Sali Doçi, dhe gjithashtu është autor dhe moderator i emisionit War Report. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Dhe gjithashtu do të kemi një lidhje nga Washingtoni me gazetaren Keida Kostreci, e cila na është bashkëngjitur këtu në Newsroom. Mirë se erdhe Keida. Mirëmbrëma, dhe do të doja ta nisja bashkë të Newsroom dhe këto zhvillime të cilat vijnë prej Washingtonit. Si është, çfarë ndodhi mbrëmjen e së shtunës në takimin me gazetarët në Washington dhe çfarë ka shkaktuar kjo ngjarje, pasi kam parë që nga çdo moment ka pasur informacione të reja, qoftë deklarata zyrtare prej autoriteteve apo edhe pikpyetje të ndryshme të cilat sigurisht janë legjitime që janë ngritur. Përshëndetje Erneta, në fakt ishte një pamje e jashtëzakonshme dhe e frikshme ajo që ndodhi dje gjatë darkës korrespondentëve të shtëpisë së bardhë, gazetarëve që mbulojnë shtëpinë e bardhë. Në fakt kjo darkë organizohet nga shoqata e këtyre gazetarëve dhe kishte shumë pritshmëri sepse ishte hera e parë që presidenti Donald Trump merrte pjesë në këtë organizim. Përfshirë edhe kur ishte president në mandatin e parë. Pritshmëritë ishte për atë që ai do të thoshte, se si do të shkonte mbrëmja, por pak pasi filloi kjo mbrëmje, pak pas orës 8 të darkës me orën lokale, kur pjesëmarrësit duhet hanin darkën, menjëherë transmetimet shkuan në breaking news, pikërisht sepse ishin ndjerë disa zhurma që ngritën gjithë shërbimin sekret në alarm, dhe këto ishin zhurma armësh që ishin ndjerë pranë asaj sallës ku bahej darka, dhe menjëherë u nxorën përjashta presidenti Trump, zonja e parë, Melania Trump, nënpresidenti J.D. Vance dhe gjithë autoritetet e larta të qeverisë amerikane që ishin atje, përfshirë dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio. Për një farë kohë nuk kishte detaje se çfarë po ndodhte dhe shumica e pjesëmarrësve ishin mbetën të pranishëm në sallë, ndërkohë që presidenti Donald Trump postoi në Truth Social dhe tha që ishte një person i armatosur dhe që ai shpresonte që të kthehej normaliteti dhe ai të kthehej në sallë. Në fakt nuk ndodhi ashtu, sepse autoritetet e mbrojtjes së ligjit dhe shërbimi sekret vendosin që të mos vazhdonte më mbrëmja, duke ndjekur protokollet e sigurisë, dhe presidenti Donald Trump doli në një konferencë shtypi ku e dënoi këtë ngjarje, pra, ku tha se kjo mbrëmje do të mbahet përsëri brenda 30 ditëve dhe ku kritikoi mënyrën se si mund të ishte lejuar një person që të hynte në perimetrin e sigurisë ku mbahej një event i tillë i një rëndësie të madhe. Më pas kanë dalë hollësi të tjera gjatë natës dhe sot autoritetet kanë nxjerrë emrin e personit, Paul Thomas Allen, i cili është nga Kalifornia, 31 vjeçar, dhe nesër atij do t'i lexojnë, do t'i shqiptohen akuzat lidhur me këtë ngjarje, dhe këto akuza mund të shtohen nëse vërtetohet që në shënjestër ishte presidenti Donald Trump dhe autoritetet e larta të qeverisë amerikane. Erneta, nuk e di se çfarë hollësisht të tjera mund të qëndrojnë me këtë ngjarje.
Do të vjem të qëndrojmë së bashku, sigurisht unë do të ashtri debatin edhe këtu në studio. Sali, do dohet përqëndrojshim pak tek autori, është një 31 vjeçar, i shkolluar, gjithashtu ishte punësuar, ishte i formuar për teknologji dhe gjithashtu për programim dhe kishte eksperiencë edhe në mësimdhënie. Çfarë dihet për autorin dhe nëse ka dhënë një detaj sa i përket shtysave që quan atë drejt një atentati, drejt një planifikimi të tillë të jashtëzakonshëm, duhet thënë, dhe që do guxim shumë të madh. Flasim për një profil të pazakon, duhet thënë, nëse e krahasojmë me 2 atentatet e ndodhura ndaj Donald Trump përgjatë 2 vjeçarit të fundit, bëhet fjalë për një 31 vjeçar, i cili kishte studiuar shkenca kompjuterike, kishte marrë 2 diploma edhe në nivelin e masterit shkencor, punonte si programues i pavarur për videolojra të ndryshme, por ndërkohë jepte mësim për të gjithë gjimnazistët që synonin të bëheshin pjesë universiteteve ku studioi teknologjia e informacionit apo vetë programimi, vetëm aktivitet politik i lidhur me të. Kështë që një donacion i bërë për gjatë vitit 2024 për një komitet të veprimit politik në Shtetet e Bashkuara që mbështeste kandidaten e demokratëve, Kamala Harris. Ndërkohë këtë pasdite janë zbuluar detaje të reja sa i përket 31 vjeçarit. Komitet ndryshme amerikane kanë raportuar se është gjetur një sasi e madhe armësh në shtëpinë e tij, ndërkohë që dyshohet se ka pasur edhe disa shënime ku ai ka folur për mundësinë e kryerjes së një atentati. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara në një konferencë për shtyp deklaroi se nga hetimet paraprake ndonë se autori nuk ka bashkëpunuar me autoritetet, dyshohet se ai kishte nën shënjestër zyrtar të ndryshëm të administratës Trump. Po flasim për një person i cili nuk kishte prerje radikale në të shkuarën, bazuar edhe në disa dëshmi që janë marrë në komunitetin ku ai jetonte. Ras shumë përfshirje politike, duhet thonë, duke mbajtur një donacion për $25, është ku në fakt është e zakonshme nga qytetarët amerikanë që t'japin një mbështetje ndaj kampit, cilin mbështesin edhe përmes deklarimit apo regjistrimit të hershëm për votim. Këto ka qenë lëvizjet dhe dinamikat e këtij 31 vjeçari, i cili pritet zbulohet më shumë pasi do të drejtohet drejt gjykatës për të njohur me akuzat e tij pikërisht këtë të hënë. Thash pak më parë, ka një trajektor interesante, ishte mysafir në hotelin ku ndodhi atentati, kishte udhëtuar nga Kalifornia drejt Chicagos, më pas drejt Washingtonit dhe mbeten, le themi, detajet diskutueshme si kishte arritur të hynte në atë hotel duke pasur një shotgun me cilin u krye edhe të shtënat, rritet të kaloj 2 nivele sigurie për cilat sigurisht profesori mund të na jap më shumë detaje se si ndodhin këto elemente kaq të rëndësishëm dhe përfshirja e shërbimeve sekrete, çfarë ndikimi ka kontrolli në këto ambiente të hapura ku në fakt jo gjithçka është në duart e autoriteteve. Profesor, e tha edhe kolegu im, Sali Doçi, si mund të hyjë një person i armatosur dhe nuk kishte vetëm një armë, sipas mediave, sipas informacioneve të përcjellura. Kjo është rast interesant. I herë duke u nisur nga profili që përmendi zoti Sali, ka një profil të formuar, patmeta, një njeri dhe jo radikal. Jo radikal, domthonë për ka sa dihet në sipërfaqe, sepse këta disa kalojnë në veprime vetë radikalizohen, do dalin nga hetimi, mendoj se do dalin gjëra interesante. Problemi është se si arriti të hyj ai, domethënë nëse ai kishte plan të aktivitetit. Pra, dinte që do zhvilloj ky aktivitet në këtë hotel, sepse kjo pastaj të jep mundësinë edhe të gjykosh për një përgatitje që është bërë. Si arritën, a kanë protokolle këto objekte kaq të rëndësishme ku do zhvillohen aktivitete të tilla, a kanë paraprakisht protokolle për kontroll për armë? Kjo del që ai ka hyrë me armë, municion, me pika, me një hotel i zakonshëm. Pikërisht pra, dhe kjo të lën shumë, domethënë unë them që hetimi do të zgjerohet shumë. Me sa ka dalë deri tash sepse ngjarja është në, domethënë hetimi të paktën është në zhvillim, do dalin edhe fakte të tjera, por për të gjykuar, për të dhënë një mendim, për sa ka ndënë media deri tash, është rasti një, siç e quajmë edhe në teori të këtyre një ujk i vetmuar, domethënë që besoj se është vetë radikalizuar. Këta vetë janë një lloj si këta terroristët që vetë radikalizohen pa patur lidhje me rrjete, pa patur lidhje me persona që i proponojnë ideologjikisht apo që ose nga ana fetare. Pra këta janë tipa që kanë një arsye, mund të jetë edhe personale arsyeja, domethënë një inat personal, një inat, një mendim i gabuar për liderin, një diçka ose për sistemin. Pra njihen këto, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka raste të tilla. Ai
edhe akuza që mendohet të shqiptohet nesër akuza nuk bën fjalë për atentat. Domethënë ai thotë për përdorimin e armëve në krime të rënda, një akuzë dhe e dyta për tentativë vrasje të autoritetit të zbatimit ligjit të agjentëve të federal, pra ndaj institucione federale. Këto janë dy det tashmë, nëse do të dalin nga hetimet e tjera mund të përfshihet edhe atentate, por det tashmë edhe presidenti Trump nuk e citon fare. Vile presidenti Trump e quajti shumë një definim shumë interesant, tha kundër lirisë së shtypit. Do me një goditje kundër lirisë së shtypit, sepse ishte një aktivitet që po bëhej për mediat. Por duke thënë në këtë formë, duket sikur ai e ka larguar mundësinë e një atentati ndaj tij duke çuar te persona të tjerë, ndërkohë që prokurori i përgjithshëm i SBA-s doli me versionin se ai ka pasur dëshirë që t'i bëjë atentat personave të administratës së Trump. Pikërisht, ai domosdoshmë synimi i tij derisa ka hyrë me armë ka pas një synim për goditur autoritetet të zbatimit ligjit, por që të mendosh që të shkonte ke presidenti Trump nuk mendohet kjo, sepse ky një rrethim të largët mund ta ketë kaluar se ka nejt në hotel vet, nuk është se ka ardhur nga përjashta. Pra ka nejt në hotel dhe kjo i ka dhënë mundësi atij që 1-2 rrethime nga perimetri i largët ti kaloj mos ketë problem. Këtu problemi është përplasja e parë e tij ka ardhur në moment që ka tentuar t'i afrohet një postobloku tjetër ku këtu ka ndodhur më një herë përplasje. Po ti isha që përgatitur ose të kishe synime tjera përveç goditjes së personave të tillë ose të kishe synime që mund shkonin deri ke presidenti Trump, mund të zgjidhet në një mënyrë tjetër veprimi. Atij si ka munguar as inteligjenca në aspektin e formimit. Kështu që mund të ketë qenë thjesht një do duket kjo domethënë deri tash autoritetet nuk i vendosin asnjë përpavi politike. Flasim për detajet, sigurisht detajet ato të njohura deri tani. Unë që mboj përshtypje diçka ishte mënyra se si u operua me leadershipin, domethënë evakuimi. Mboj përshtypje që më parë u evakua zëvendës presidenti edhe pastaj edhe në analizë mund të shkon, sepse nuk vepron një njëjtë ekip. Domethënë liderët kanë ekipe të ndryshme, siç duket ekipi i zëvendës presidentit u tregua shumë i shpejt në largimin. Pra ka të bëjë me përgatitjen e atij ekipi se mund të jetë dhe lëvizje strategjike e tillë, sepse evakuimi i presidentit dhe zëvendës presidentit në të njëjtën kohë ndonse ishin në drejtime të ndryshme. Duhet thënë edhe kjo, është një detaj, kush ishte më afër dhe kush ishte më larg nga forcat e sigurisë. Këta kanë ekipet e shërbimit sekret që veprojnë. Më një herë ekipi rreth 7-8 sekonda ose gati 10 sekonda më parë ka shkuar ekipi i zëvendës presidentit në një drejtim, ndërsa ekipi Trumpit hyri në krahun tjetër. Forcat ushtarake u futën në të njëjtin drejtim ku iku zëvendës presidenti. Besoj se kjo do bëhet objekt analizash ke shërbime sekrete, do ketë diçka. Gjithsesi ne nuk i dim gjithë protokollet që se si operohen në tilla raste, sepse është shumë e rëndësishme gjëja e parë që sigurohet edhe zëvendës presidentit është po mendohet që objekt mund të jetë presidenti. Zëvendës presidenti duhet të siguruar sepse duhet vazhdimësia e qeverisjes, është shumë e rëndësishme kjo. Ne mund të themi që ishte në përgjithësi ishte një veprim që i tronditi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ndodh për herë të parë. Kryesorja që edhe mesazhet që dha presidenti Trump dhe autoritetet tjera u përpoqen të mos japin ngjyrime as politike as gjë, sepse kjo pastaj do ta polarizonte akoma më tepër atë opinion amerikan që shumë aktualisht shumë të polarizuar, domethënë. Ndërkohë do lidhemi edhe një herë me Keida. Keida, sigurisht që atentatet ndaj Donald Trump kanë një historik të tyre. Çfarë ka ndodhur në të paktën këto në më pak se 2 vite, 3 atentat në më pak se 2 vite. Çfarë si e analizojnë mediat në Amerikë? Si diçka alarmante, por po ta shohim pak më gjerë dhe siç e përmendët dhe ju në diskutim aty, kjo është një shenjë e polarizimit jashtëzakonshëm të politikës amerikane dhe rastet e atentateve ndaj presidentit Trump sigurisht janë më të bujshme sepse bëhet fjalë për presidentin, por ka pasur nga të dyja anët dhunë politike ndaj politikanëve. Kështu që kjo është një tregues i tenorit të nxehtë
të politikës në Shtetet e Bashkuara, dhe në qoftë se kishte diçka që ishte inkurajuese që doli nga kjo ngjarje, ishte se kishte një solidaritet mes të dyja palëve, duke thënë që gjakrat duhet të ulen dhe nuk duhet ketë një temperaturë kaq të lartë të politikës që çon në një polarizim kaq të jashtëzakonshëm, dhe pikërisht treguesi më madhor i kësaj janë 3 atentatet tashmë. I treti nuk është provuar, po vetë presidenti Trump edhe prokurori i përgjithshëm në detyrë Todd Blanche thanë që ka mundësi që kjo të jetë drejtuar ndaj presidentit Trump, dhe në atë rast do të shtoheshin akuzat ndaj këtij personi. Tani për tani ky motiv nuk është pranuar zyrtarisht. Me që ka një përgjigje se përse ndodhi, ka një lloj përgjigje që shkon përse ndodhi. Motivi. Nuk është një përgjigje e 100%, sepse nuk është gjendur akoma motivi, do me thënë nuk është arritur në një përfundim të pakundërshtueshëm. Por siç u tha dhe aty tek ju në studio dhe siç kemi parë dhe nga mediat amerikane dhe çfarë ka dalë deri tani, duket se ky person kishte një ndjenjë kundërshtie armiqësie ndaj presidentit Donald Trump, duke pasur parasysh ato shënimet që kanë dalë të tija që janë kundër presidentit Donald Trump. Por autoritetet ligjore bëjnë punën e tyre që merr pak më shumë kohë, kështu që nuk duhet të nxitohemi që të arrijmë pikërisht në përfundimin në të cilat autoritetet nuk kanë dalë. Desha të theksoj dhe diçka tjetër për sa i takon asaj që përmendi profesori për linjën e vazhdimësisë së pushtetit, çka ishte diçka mjaft e rëndësishme dhe është diçka që është diskutuar me shqetësim, duke pasur parasysh që aty ishin të pranishëm presidenti, nënpresidenti, në mos gaboj edhe kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe ekspertët po diskutojnë tani nëse është ndoshta e nevojshme që këto protokollet të ndryshojnë dhe shërbimi sekret të ndryshojë protokollet në mënyrë të tillë që të gjitha figurat e larta të qeverisë së administratës amerikane mos jenë në të njëjtin aktivitet të gjithë së bashku, pikërisht prej këtij shqetësimi. Diçka tjetër që presidenti Donald Trump e përmendi dje në konferencën e shtypit është se në qoftë se do të bëhej një aktivitet i tillë, për shembull në sallën e vallëzimit që ai po përpiqet të ndërtojë në Shtëpinë e Bardhë, gjëra të tilla nuk do të ndodhin, po kjo është një histori tjetër. Ai kështu ju përgjigjej kritikave të demokratëve që kanë thënë se nuk duhet ndryshoj karakteri i Shtëpisë së Bardhë. Po natyrisht që kjo ngjarje ekspozoi ato dobësi dhe brishtësitë e sigurisë, sepse personat që ishin pranishëm në atë sallë thanë që perimetri i sigurisë ishte aq i fortë sa që 6 vllojgje më tutje duhet lihej makina, nuk kishte qarkullim makinash. Por ama nga ana tjetër ishte një hotel funksional ku një person i tillë si ai që goditi pra, si ai që është tashmë i dyshuar, ishte mysafir në hotel dhe mund të ndërmerrte diçka të tillë që përbën një rrezik sigurie për elitat e Shteteve të Bashkuara. Pra, nga një anë është diçka për të cilën autoritetet amerikane do të punojnë për të gjetur edhe ato, si thash, brishtësitë e sigurisë, nga ana tjetër administrata vetë dhe presidenti Trump vlerësuan masat e sigurisë dhe shpejtësinë, shkatësinë e shërbimit sekret që morën masa për t'i nxjerrë ata nga kjo sallë. Kështu që është një situatë shumë komplekse që reflekton një realitet më të madh se sa vetë incidenti, megjithëse edhe vetë incidenti është mjaft i rëndë. Por fakti që ndodhin këto gjëra në një kohë të shkurtër për 2 vjet 3 herë ndaj presidentit dhe sulme të tjera me motivacione politike, pikërisht tregojnë atë nxehtësinë e politikës amerikane dhe nevojën për ta ulur këtë lloj nxehtësie, për t'i ulur këto lloj tonesh dhe polarizimesh pikërisht për të mos pasur raste të tilla në të ardhmen.
Salidoshi do të bëjë një përhyrje? Është në fakt interesante, zonja Kostreci e theksoi, ka pasur gjithmonë një këshillim nga ana e shërbimeve sekrete që presidenti dhe zëvendës presidenti të mos jenë në të njëjtat vendodhje. Që nuk e ka zbatuar me sa duket. Nuk ka qenë ultimatum. Pra flasim për parashikimet të situatave të sigurisë, cilat shpesh herë nuk lejojnë, le të themi, ose është një këshillim që jepet që mos të jenë në të njëjtën dhomë apo në të njëjtën vendodhje kur bëhet fjalë për tubime të mëdha, ngjarje të mëdha dhe ky mund të kishte qenë një prej rasteve duke u kthyer pas në histori për të kuptuar se pikërisht në Washington Hilton, në këtë hotel në vitin 1981, nëse nuk gabohem, ka ndodhur edhe atentate ndaj presidentit amerikan Ronald Reagan, kanë qenë në ambientet e jashtme të hotelit, kështu që parashikimi e kushteve të sigurisë duket se kur bëhet fjalë për ambiente të tilla është paksa e vështirë për të pasur gjithçka në kontroll pavarësisht masave që ndërmerret. Kur po dëgjoj Keidën, Ernita, nëse mund të shtoj diçka pikërisht për komentet e kolegut. Për shembull, për krahasim, kur bëhet fjalimi për gjendjen e vendit nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, megjithëse bëhet në një ambient shumë më të siguruar siç është Kongresi Amerikan, një nga antarët e qeverisë është gjithmonë jo i pranishëm atje. Dhe pikërisht për këtë arsye, për vijimësinë e pushtetit dhe të qeverisjes, që nëse ndodh diçka, është një antar i rëndësishëm i qeverisë që mund të asiguroj këtë vazhdimësi. Kështu që këto janë ato masat që janë marrë ndër vite dhe thjesht sa përshtuar një perspektivë se si kanë vepruar ndër vite administratat amerikane, pikërisht duke kujdesur për këtë lloj skenari që është i pasakont, por ja që një ngjarje e tillë ndodhi dhe i rizgjoi këto frikra dhe shqetësime. Dhe nga sigurisht do rishikoni jo vetëm protokollet amerikane, po është për të rastet për të shikuar. Jo, një pyetje kam unë protokollet e vendeve të tjera. Protokollet në raste të tilla e ndjek nga fillimi deri në fund shtëpi e bar, pra nga momenti që hyn persona, ai siç thatë që autori ishte një person që thjesht ishte në një hotel, kishte rezervuar menaxhimi merret me shërbimin sekret i gjithë. Por si ka mundësi? Po ju ka shpëtuar. Ndërkohë që siguria duhet të nisë kaluar në skandal, po ne tash do verifikohen. Që janë më parë me gjitha verifikimet se kush hyn edhe kush del. Zakonisht kur ka aktivitete të tilla, ku merr pjesë gjithë leadershipi, hoteli duhet të jetë bosh, nuk duhet këtë të thoja. Do të jetë bosh, nuk do të pasur disa masa paraprake. Absolutisht. Dhe kur flasim për një autor që profesori tha, nuk kishte qenë me historik radikalizimi, ti nuk mund ta dish kurse si çfarë pret, por megjithatë është sërish një mungesë kontrolli sigurie tek hoteli kur bëhet fjalë për hyrjen e një personi me një shotgun dhe armë të tjera. Kolege, siç tha, janë kontrolluar 5 blloqe më larg ose diçka më tepër, siguria ndërkohë që ti kishe mbrën aty. Dhe nuk kënë bërë verifikime. Kjo pasaj do nxjerrë autopsi, do bënë analiza, kryesore është që kjo doli pa, nuk arriti dot ai të bëjë dëm, paktën për ashtë një agjenti të plagosur, nuk arriti të bëjë dëm. Aktiviteti tashmë do zhvillohet njëherë siç tha presidenti Trump brenda muajit, kështu që gjëja do të kalohet, domethënë, ndërkohë që ai u shpreh shumë interesuar për të ndjekur vetë punën e Agjencive Zbatimit të Ligjit për hetimin. Pra kërkon të jetë në korrent të gjithë shkaje, sepse është rasti i tretë. Tha sot për Fox News një intervistë para disa minutave, vrapuan si agentët e NFL tha ishin shumë të shpejtë, të jashtëzakonshëm. Nuk e di nëse ka parë videon që kanë nxjerrë J.D. Vance para dhe nëse kjo do të shkaktojë xhelozi, po për të shakave, pra e vlerësoj punën e shërbimit sekret. Okej, do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me këtë temë. Jemi kthyer në studio, do vijojmë të flasim për atentatin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një hotel ku kishte të pranishëm të gjithë figurat më të rëndësishme të shtëpisë së bardhë nisur nga presidenti Donald Trump. Sali, do doja ta nisim bashk. Atentatit i parë ka pasur një rritje në sondazhe ndaj figurës presidentit amerikan. A mund të ketë një ndikim politik? Si paraqitet ai në pëlqyeshmërinë e amerikanëve aktualisht? Shiko, përdorimi këtyre ngjarjeve në aspekt politik nuk do të ishte çudi kur bëj fjalë për politikën amerikane ku mbështetja lëviz javë pas jave bazuar në sondazhe të ndryshme dhe për një vend për cilin flasim ku do të përballet me zgjedhjet afatmesme Donald Trump për të testuar le të themi 2 vjeçarin e parë të qeverisjes së tij në zgjedhjet afatmesme të nëntorit të këtij viti. Në
atentatin e parë në Butler në Pennsylvania, Donald Trump e përdori të sulm për të thënë se ishte sulmi ndaj fjalës lirë, ishte sulmi ndaj atyre që kërkon të jetë presidenti juaj për ta bërë Amerikën të madhe sërish. Dhe nëse rikthehemi pas në atë kohë, do të rikujtojmë se u përfshin edhe demokratët duke i bërë thirrje Iranit që të mos përfshihej në tentativa për të vrarë Donald Trump, pasi amerikanë kishte një seri raportesh që tregonin se agjentët e Teheranit po përpiqeshin të bënin diçka të tillë. Trump e përdori sërish politikisht ditën e sotme duke thënë se ky atentat nuk do ta ndalë në fitoren e tij ndaj Iranit, ndonë se pranoi se nuk ka asnjë dhënë se bëi fjalë për Teheranin që po synon të eliminojë presidentin amerikan. Do të ketë ditët në vijim të dhëna cilat do të na japin atë se çfarë po ndodh me Donald Trump, qëndrimin e tij në shtëpinë e bardhë dhe mbi gjitha forcimin e bazamentit politik me mbështetjen e qytetarëve amerikanë. Megjithatë, çfarë mund thuhet është se ka pasur një rënje drastike të besueshmërisë apo approval rate quhet në Amerikë, sa i përket presidentit Rano më pak se 36% për gjatë javëve të fundit për shkak të luftës me Iranin dhe për të dhënë edhe një krahasim për gjithë ata që po na ndjekin, ishte shifër shumë më ulët edhe se mbështetja që u dha ndaj Joe Biden, që ndryshoi pas debatit katastrofik në CNN, një debat ky i cili nxorrin pa çështjen e shëndetit mendor të presidentit amerikan, ose më saktë sjelljes konjunktive të tij, aftësisë për të përgjigjur për çështjet kryesore që shqetësonin kombin amerikan në atë debat me Donald Trump, dhe diçka të tillë ja shkaktoi vetë presidenti Tirani me një rënje drastike, rriten çmimet në Amerikë, karburantet, ushqimet. Pra, erdhi si presidenti që tha se nuk dua asnjë luftë dhe nisi spaku 8 sulme, duke përfshirë këtu edhe Iranin. Edhe me këtën do doja ta konsumonin pak për të kuptuar më shumë edhe interpretimet që jepen në Shtetet e Bashkuara. A ka lidhje, a mund të ketë lidhje, a mund të interpretohet në këtë formë ky atentat me të dhënat e sondazheve edhe me zgjedhjet afatmesme që do të ndodhin në nëntor? Dhe sa ndikim ka ngjarje të tilla edhe bazuar në 2 atentatet e mëparshme, sa ndikim ka në përqyeshmërinë dhe në ndryshimin e preferencave të vetë qytetarëve ndaj presidentit? Një gjë është e sigurt që në raste të tilla politikanët dhe në veçanti presidenti Donald Trump i ka përdorur ngjarje të tilla për të arsyetuar faktin që është në shënjesër të sulmeve politike për të rënë energji mbështetësve të tij. Tani, se sa ndikim do të ketë kjo varet nga disa faktorë. Jemi mjaft larg nga zgjedhjet e mes mandatit. Larg kur e kam fjalën nga vëmendja e opinionit publik, se disa muaj nuk janë shumë larg. Kështu që gjërat mund të ndryshojnë deri atëherë. Kështu që nuk mund thuhet me siguri nëse atij do t'i shtohet mbështetja mes demokratëve, nuk besoj, mes votuesve demokrat. Por kemi faktorë të tjerë, deripara se të ndodhte kjo ngjarje, ashtu siç e përmendi dhe kolegu në diskutim, mbështetja për zotin Trump varet kryesisht nga të gjitha ndërhyrjet, por kryesisht nga lufta në Iran që po vazhdon. Dhe një sondazh javës që kaloi tregonte se 67% e amerikanëve janë kundër asaj lufte. Përveç sensitivitetit të publikut, sidomos republikanëve, ndaj ngjarjeve të tilla, ndaj atentateve të tilla ndaj presidentit Trump, ka elemente të tjerë që mund të ndikojnë tek publiku amerikan në përgjithësi, si vazhdimësia e luftës me Iranin, a do të ketë një marrëveshje. Pra, janë gjëra më të qëndrueshme ato që e bëjnë qëndrueshëm edhe qëndrimin e publikut amerikan ndaj një administrate të caktuar. Dhe këto gjërat më të qëndrueshme janë ato që kanë të bëjnë me filozofinë me cilën erdhi në pushtet zoti Trump, dhe faktin që ka bërë gjëra të kundërta me atë që tha kur erdhi në pushtet. Shumë amerikanë votuan me xhepin, si thua, me anën me aspektin e ekonomisë kur shkuan në zgjedhje, dhe tani kemi një çmim karburanti i cili shqetëson për të përmendur një metrik, si thua, të asaj që shqetëson amerikanët. Kështu që është pak herët që thuhet se si do të ndikojë një ngjarje e tillë. Një ngjarje e tillë është nga ato që mund të krijojë një rritje të mbështetjes të momentit, por janë të tjerë faktorë ato që e bëjnë të qëndrueshëm ose jo të paqëndrueshëm mbështetjen ose mos mbështetjen ndaj presidentit Donald Trump, dhe më gjerë
ndaj Partisë Republikane, një element sa për kontekst në rastet e zgjedhjeve të mes mandatit, të cilat u përmendën aty, historikisht partia që ka pushtetin pëson humbje dhe partia në opozit ngrihet. Kështu që edhe ky element duhet pasur parasysh kur flasim për një situatë politike të Shteteve të Bashkuara. Po. Pra e zjata e çik si shumë, po. Sollëm një kontekst shumë të gjerë dhe ky elementi ishte rëndësishëm sa i përket tendencës që kanë votuesit në këto zgjedhjet që priten. Ndërkohë profesor, në deklaratën e tij diçka tjetër, ndoshta s'duhet i përmendim teoritë e konspiracionit, se janë gjithmonë të këqija, por pikërisht duke pasur parasysh që mbështetja për presidentin Donald Trump nuk është aq e madhe, është e ulët në këto momente, duke për shkak të luftës në Iran kryesisht, filluan të gërlojnë dhe ato teoritë e konspiracionit se këtë mund ta ketë sajuar vetë presidenti Donald Trump ose njerëzit pranë tij. Asnjë nga këto nuk është e vërtetë, dhe gjithë analistët serioz, qofshin nga e majta ose nga e djathta, e kanë dënuar një prirje të tillë për të përhapur këto lloj teorirash, sepse nuk ka asnjë të dhënë që ti konfirmojë gjëra të tilla dhe në fakt janë mjaft të rrezikshme, sepse nuk ndihmojnë as presidentin Donald Trump dhe as palën tjetër, nëse nuk veprohet në bazë të fakteve dhe në bazë të vërtetave, po veprohet përmes këtyre teorive që përhapen shumë shpejt tashmë për shkak të media sociale dhe pikërisht edhe për shkak të atij polarizimit që e përmenda më përpara që ekziston politika në Amerikë. Profesor, ndërkohë ne përmendëm këto fakt që në fillim bashkë. Si Takeda, po kjo përveç këtyre faktorit brendshëm, unë gjykoj që është pjesë dhe luftës hibride që zhvillojnë shtetet tjera, qoftë edhe Irani, qoftë edhe Rusia, apo Kina, apo tjerë, për ta nxitur këtë frym, pra sepse kjo në farë mënyrë bjerr besimin ndaj leadershipit. Këto teori konspirative e gryn besimin ndaj leadershipit dhe kjo mund të jetë si veprim jo vetëm për arsye të politikës vogël amerikane brenda vendit, por edhe i sulmeve hibride nga jashtë. Profesor, çfarë duhet të ndryshojë? Jemi në 2 minutat e fundit dhe ti e përmende që duhet të ketë protokolle të reja sigurie. Çfarë duhet të ndryshojë? Çfarë mendon ti? Pse vinë ngjarje të tilla dhe përsëriten më e keq? Unë thash, gjithmonë kur ndodhin ngjarje të tilla që janë ngjarje madhore, nuk ngjarje vogël, domethënë kur ka shtena me armë, nuk po themi atentat, sepse nuk është e provuar, por kur ka shtena me armë në një aktivitet ku merr pjesë gjithë leadershipi, është ngjarje shumë e rëndë. Dhe kjo do të bëjë pasaj që është e domosdoshme që të ketë rishikim të protokolleve. Në tilla raste rishikohen, edhe sikur mos ketë asnjë gjë, rishikohen protokollet. Por edhe atë që e trajtuam që këtu duhet raste tjera duhet të veprohet me shumë kujdes, domethënë shërbime sekrete nuk duhet të besojnë asnjëherë në perfeksion, Ka këtu përmend që nuk ka lidhje me Iranin, dhe unë them që deri tashmë nuk ka dalë asnjë lloj lidhje. Por Irani është i përbetuar. Kur vra Ayatollahu, Irani është i përbetuar dhe ka deklaruar një nga leadershipi nga ata që është vrarë, nga ata që ne do merrem edhe me jetën e presidentit Trump, kanë deklaruar hapur. Kështu që nuk përbën asnjë pavarësisht se e ka përjashtuar, por ka thënë që kur bën gjëra të tilla bëhesh edhe objektiv. Pra, do të thotë që shërbimet sekrete kanë këtë detyrë, që presidenti Trump është mund të jetë edhe një objektiv permanent i inteligjencës iraniane. Pavarësisht se ky rast nuk ka të bëjë fare me këtë, mendohet që nuk ka të bëjë, do duket ky frymëzimi që do lexohen dietare që mund të ketë mbajtur ose shënime që nuk. Edhe presidenti vet duhet mbajë një deklaratë kujdesshme në këto momente për shkak edhe të marrëveshjeve që duhet realizohet. Këtë herë treguj kujdesshëm presidenti, deri tashmë nuk e ka përdorur askush fjalën atentat. Të fakte me deklarimet e para, nuk e di këto minutat e fundit, nuk i kam gjë këto minutat e fundit pasardhës në emision, nuk e ka përdorur kush fjalën atentat. Do duket hetimi do tregoj gjithçka, sepse fatmirësisht autori nuk u ekzekutua, sepse mund të ishte ekzekutuar në vendngjarje, dhe pastaj mund të lindte hapësirë për shumë teori konspirative. Për autori u kapi gjallë, dhe kjo është merit e shërbime sekrete, punës që bën shërbime sekrete dhe strukturët tjera të sigurisë. Pra, do rishikohen gjithë masat edhe protokollet, edhe jo vetëm ata, po mendoj që edhe për shërbimet
e sigurisë janë për shumë udhëheqës botror do t'i studiojnë këto raste edhe për pjesëmarrjen në për aktivitete të tilla të tjera. Edhe besoj se do dalin konkluzione për këtë. Do të ndjekim hetimet. Sigurisht nesër ndoshta do të kemi një panoramë më të qartë, megjithatë profesor Xhavid Shala, falenderoj që ishe me mua. Koleg Salidoqi, falimderit për të dhënat dhe raportimin dhe gjithashtu falimderit dhe Keda Kostreci për lidhjen nga Shtetet e Bashkuara dhe për ato detaje të cilat sigurisht ju i prekni dhe jeni më në dijenit të tyre, pavarësisht se informacioni ditën e sotme e thash ka qenë çdo çast sa i përket asaj ngjarje që edhe profesori e tha nuk ishte e vogël. Ne do të mbyllim këtu newsroomin për sonte. Unë juftoj që të mos largoheni nga ABC News, vetëm pas pak vjen emisioni investigativ Gjërat tona nga Etleva Delia, ndërkohë që newsroomi do të vi të dielën e ardhshme në orën 19. Bashkë miropafshim.